Në Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë u zhvillua ceremonia përmbyllëse e Korça Innovate Hackathon 2026, një aktivitet që bëri bashkë të rinj, studentë dhe profesionistë të teknologjisë për të sjellë ide dhe zgjidhje inovative për sfida konkrete të komunitetit. Pas javësh pune intensive, pjesëmarrësit prezantuan projektet e tyre përpara jurisë dhe të pranishmëve, që synojnë të kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve, zhvillimin e komunitetit dhe nxitjen e transformimit digjital. Është një projekt i rëndësishëm sepse synon të zbatoj për herë të parë një model bashkëpunimi ndërmjet tre aktorëve kryesor në një qytet, siç është pushteti vendor, nga njëra anë, siç është pjesa akademike, kërkimore, shkencore që përfaqësohet nga Universiteti Fanoli në rastin tonë dhe pastaj edhe pjesa e sipërmarrjes private. Ideja është që të tre këto aktorë të bashkëpunojnë së bashku për t'i dhënë një shtytje zhvillimit ekonomik në këtë komunitet siç është qyteti Korçës apo Bashkia e Korçës. Ka 2 vjet që ne kemi aprovuar një strategji e cila do të bëjë që një universitet që kemi qenë i universitet që ishte i drejtuar thjesht drejt mësimdhënies të kalon një universitet ku të ketë kërkim shkencor, të ketë edhe shërbime për të tretit. Dhe një nga këto hapa është edhe kjo që po edhim sot. Në përfundim të eventit u shpallën edhe fituesit e edicionit 2026, ndërsa organizatorët vlerësuan nivelin e lartë të pjesëmarrjes dhe cilësinë e projekteve të paraqitura, duke e cilësuar hackathonin si një hap të rëndësishëm në promovimin e kulturës së inovacionit në Korçë.